Lideri i opozitës Sali Berisha vlerësoi mbështetjen që gratë, të cilat janë pjesë e Partisë Popullore Evropiane, kanë dhënë për Partinë Demokratike në konferencën ndërkombëtare me bordin ekzekutiv të Forumit të Grave në PPE me temë Fuqia grave në politik. Berisha deklaroi se në momentet më të vështira të opozitës gjatë këtyre viteve, gratë kanë dhënë një kontribut të çmuar për kauzën e lirisë. Këto zonja që shihni këtu janë luftëtarët pamposhtura kundër këtij regjimi dhe kanë një meritë jashtëzakonshme. Dhe në momentet më të vështira, këto nuk kanë nguruar të dalin ball për ball. Shpreh mirënjohje ndaj jush sepse nuk ka qenë kjo situatë në presidencën tuaj dhe fakti që zgjodh Shqipërinë për të organizuar këtë ngjarje është një mbështetje shumë e madhe për ne. Berisha kritikoi Bashkimin Evropian dhe administratën e SBA-s për mbështetjen që i kanë dhënë ndërtimit të narkodiktaturës nga Edi Rama, e cila ka burgosur liderët e opozitës. Nuk pranohet se kjo narkodiktaturë, dy të jam i sinqert me ju, ndërtimi i saj u mbështet nga administrata e shkurë e Shteteve të Bashkuara, por në një farë mënyrë u bekuar me heshtje edhe nga Bashkimi Evropian. Dhe kjo bëri që narkodiktatori i këtij vendi të shëtisë në Europë dhe në botë me atletët bardha, të hiqet si piktor apo si sportist në një kohë kur ai ishte personi që arrestonte 3 liderë të opozitës në projektin e tij Shqipëria pa opozitë. Presidentja e Partive Popullore për Gratë, Rosaila Biro, u shpreh se roli grave në politikë është themelor për të krijuar një të ardhme më të drejtë. Lidhur me propozimet që ne do të ndajmë me ju, duke theksuar rëndësinë e Ballkanit Perëndimor në kontekstin e të ardhmes së Europës dhe kontekstin e grave në të gjithë këtë proces, se çfarë ne duam të bëjmë, duke treguar se jemi të barabarta si gratë dhe burrat. Ky takim nuk është vetëm një mundësi për dialog, por gjithashtu një platformë për angazhim për të ardhmen. Është një mundësi për të ndërgjegjësuar për angazhimin e grave në politika që formsojnë të ardhmen e shoqërive tona. Në fjalën e saj, presidenti i Anderit në Partinë Popullore Evropiane për Gratë, Doris Pack, dënoi përdorimin e drejtësisë për të burgosur liderët e opozitës shqiptare. Shqipëria po humbet të rinj dhe familje të reja që mund të jenë e ardhmja e vendit. Ajo që më bën të qaj është se në këtë vend ku drejtësia duket e ndershme dhe e bukur nga jashtë, është një vend ku drejtuesi i partisë ishte në arrest shtëpie dhe ishte një deputet për një vit e më shumë në arrest shtëpie dhe dikush tjetër në burg. Drejtësia është keq përdorur në këtë vend. Kryetaria e LDK-s, deputeti Albana Vokshi, teksa denoncoi kërcënimin që i bëhet grave nga ana e mazhorancës, ju bëri thirrje të mos dorëzohen dhe ta ndëshkojnë me vojë qeverinë socialiste në 11 maj. 45.000 kanë shkuar 10 vjeçarin e fundit gra dhe vajza dhe kanë kërkuar leje qëndrimi në vendet e Bashkimit Evropian. 44.000 gra dhe vajza janë larguar në mënyrë ilegale nga Shqipëria në vendet e Bashkimit Evropian. Pra çfarë detyron një grua që të largohet në mënyrë ilegale, që të rrezikoj gjithçka, dëshpërimi. Një jetë më e mirë për familjet e tyre dhe për fëmijët e tyre. Të rezistoni para shantazheve, të rezistoni para dhunës së patronazhistëve, të rezistoni para parave për të bler votat tuaja, sa ato janë një herësh. Të votoni të lira me dinjitet për ta kthyer Shqipërinë, për ta ndryshuar pra Shqipërinë dhe për ta bërë atë madhështore. Vokshi bëri me dije se Partia Demokratike ka politika të qarta për gratë dhe fuqizimin e tyre përmes programit të prezantuar në ditën e gruas në 8 mars, që do të vihet në zbatim pas 11 majit.